Rimet dhe të lavditja për Allahun Azza wa Jall, vetëm Allahun e adhuroj dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkoj. Shumë selam dhe shumë salavate Muhammedit ja drejtoj alayhi salatu wassalam, familjes tij dhe shokëve të tij dhe mbar ummetit deri në ditën e madhe të llahtarisë. Që një ditë para Allahut kemi me dalë. Pastaj juve të dashurit e mi, ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe e lësë Allahum Gjelle Gjelaluhu që në këtë ditë të kume, ja Rabbi, e cila është dita e gjuma, e cila është njëra ndër ditët më të dashura tek Allahu. Krejtjen ditët e Allahu, pa dyshem, këtë ditët e Zotit, pa fije dyshime dhe pa fije dileme, mirë po, ditën e gjuma vetë Allahu e ka dalu dhe e ka veçu me një specifikët të veçantë. Aja është grumbullimi i besimtarëve, tubimi i besimtarëve në për xhamia, në mënyrë që me falenderu Allahun e madhnu. Evrejnë, vëllezër të dashur, Allahu ka dashur në kohë të ndryshme me i veçu vaktet edhe kohë të ndryshme. Për shembull, një herë njoftë, Allahu dënë me i po besimtarët e vetë në vakt dreke në xhami tonë për një herë. Me ndëgju ligjëratën, me ndëgju këshillat, me ndëgju udhëzimet, një herë njoftë. Pastaj, e ka bërë Allahu Azza wa Jall për shembull namazin e taravive në Ramazan, natën, me bë ibadet Allahu. Pastaj, 2 herë në vjetë, dënë Allahu Gjelle Gjelaluhu me i po besimtarët e vetë, mas sabahut të grumbullu në bajram, 2 bajram. A përvrej një kohë të ndryshme. Në një kohë, po është vakti, fadileti, vlera, pesha e vaktit. Për shembull, mas namazit sabahut në ditë bajrami, si që është fitër bajrami, si që është kurban bajrami, kur e ka kohën mas sabahut. Do të me prit 4-5 minuta me lidhjen e diellit, çatër fole, ko vlerën e vet. I don Allahu këtu, brenda 365 ditë që ka viti, në këto 2 ditë don Allahu një po besimtar bashkë. Brenda 7 ditëve të javës, në kohë dreke, don Allahu Gjelle Gjelaluhu një po besimtar çdo javë në këtë formë. Të grumbulluar në kupollën e xhamisë, duke i boj ibadet Allahu. Qëndrimi ju në xhami, ligjerimi im, ndëgjimi ju me vëmendje, është ibadet ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu. Edhe të dashurit e mi, sidomos ligjerimi i hutbes, ajo është farz, kjo është çfarë bëjmë nafile, kjo është nafile, ajo është farz, atje pa çato, domthonë pa ligjerimin e hutbe, ne nuk punë mas namazin e xhumos. Kurse në vakt të bajramit e ke po që shëndrohen rullet, namazi i bajramit folet para ligjerimit të hutbes të bajramit, kurse hutbja e xhumas ligjerohet para namazit të xhumas. Do thotë, Allahu ka dashur të i bëjë shumë interesante këto 2 vakte, në mënyrë që vëllezërit të dashur njerëzit më konë më ambicioz, sepse kur është vetëm rutinë, veç një, ka mundësi njerëzit gjatë 365 ditëve, ka mundësi njerëzit me i rrugë në i farë rutine, e Allahu ka dashur kohë të ndryshme me i ndrru vlerat e kohëve. Për shembull, atje është kur vjen koha e haxhit, 10 ditë para natës kurban bajramit, janë ditët më vlerë të Allahu Gjelal, madje ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk ka punë më e madhe se sa me bë tasbih Allahut, me agjëru ato ditë, e kam fjalën 10 ditë. Ka dashur Allah këto 10 ditë i ka dhënë. Pastaj janë 10 natë e Ramazanit fund, zbritja e Kuranit. Tash nota në një kohë e ka vlerën më të madhe se sa dita në një kohë. Në një kohë tjetër dita ka vlerën më madhore të Allahut se sa nota. Në një kohë e ka vakti i drekës që e folëm namazin e xhumas, e ka vlerën më të madhe se diçka tjetër, kështu Allahu ka dashur, e ka programuar, i ka josh besimtar, i ka nxit, i ka motivu, i ka shty
që mos pritoj me ardhë edhe me kry obligimet e Allahut, të cilat natën e varrit ka më na pyet Allahu, pash Allahin e madhnu, natë vorët ka më na pyet Allahu xhelle xhelaluhu për këto vlera edhe për këto nimete edhe për këto begati, ne si rob të tij. A ja kemi ditë vlerën apo runa Zot nuk ja kemi ditë. Në ditë kiametit kanë me fol veprat tona, kanë me fol këto veprimet tona, këto punët tona, nuk kanë me fol gjuhët tona. Në këtë dynjë Allah e ka lënë gojën me fol, a në ditë kiametit Allahu Dhul Xhelal ja ka më ndalu me fol gjuha apo goja jonë, por kanë me fol gjymtyrët e tona. Madje ka orë në jetë anor, cilat kanë famë qysh o i dorë, ose o i kom, ose o sën, ose o vesh, qysh ti po dëshmon kundër neve, atër ato kanë me thonë, na dynja ty gjuhës kanë me drejtu. Ti ke fol, në këtë dynja, në këtë jetën e përjetësis, në ahiret, neve qysh ty të ka mësu Allahu me fol, që ashtu neve në ka mësu Allahu me shqiptu fjale. Tash ne i besojmë fjalës së Allahut, sa atë që ka thonë ajo dhe është premtim serioz i Zotit madhënor. Na përveç se vina në xhami, vllazni me fal xhumon, edhe me ndëgju hutbën që është shumë e rëndësishme, edhe e lidhet ai që do më ka bëll namazin i xhumos duhet me ngu hutbën. Madje ka thonë pejgamberi Alexander se dy njerëz i shet të fol në hutbë, edhe ti treti do ne mos fal, se hoxha po flet. Edhe të të ishë shumë. Dhe më thonë, edhe të munu me parandalu, ka rrezik. Lere mu a i cili vjen kolla, nuk e di në është aderën, në është edhe në telefon fulli, në është edhe shkrujnë SMS, në është edhe flosin me zrejt edhe e bojnë në një veprim, të cilin nuk banë në asë telefon, sepse e rrezikon namazin e gjumos. Qërë vllazni, në këtu i në orë veç e veç. Edhe veç e veç kena me dhonë përgjëtësi. Mirë po, për këtë namaz, gjumos, a e dini vllazën se kena me dhonë përgjëtësi kolektive. A ka mundësi, djetarë disa e kanë potencu. Inshallah, ja Rabbi na kursen Allahu, prej ndonjë mos pranimi eventual, që dikujt mu bon shkak, që tove me në alonë Allahu Azogjet pa në e bo kabul runasën. A ki parasysh? Se në tu, babaki, nuk e kemi koncentrimin si duhet. Për këtë arsye nuk dhijet në xhami veç me trup. Po në xhami të morë dhe me shpirt, xhami të morë dhe me men, xhami të morë dhe me ndjenja, xhami të morë dhe për ullën para Allah, se këtu jemi musafir të Allah. Këtu jemi vazën musafir të Allah, edhe bëhu mos i bindur, për këti parimi, vallahi bashkë o vazën, jemi munu dhe po munumi, bashkë me stafin teknik xhamis, me majtë nivelin më të lartë, edhe të pastërtisë, edhe të rëndit, edhe të regullit, në njërë që ata që vi, me dalë më të kënaqur se sa që hynë, me dalë për xhamije më të devotshëm se sa hynë, me dalë më të lidhur me Zotin se sa kur kanë hynë. Madje kjo është edhe porosia e këtij xhumos, që ne mu lidh me Allahun Azza dhe ato batarijat e mëdha, dhe ato infuzion shpirtënor, cilin kena me marë gjatë këtyre minutave ndije, me na shërbim inshallah për ditët deri në xhumon e ardhshme inshallah Dhul Xhelal. Sot vazhdim kena me folë për një temë të cilin na vyn, edhe këtë dynja na vyn edhe në ahiret. Është një temë të cilin i madh dhe i vogël ka mundësi me punu. Si ai që ka, si ai që s'ka. Si ai që ka kushtet më të mira, si ai që ka kushtet më të dobta, tonë kena mundësi me punu një obligim tij. Cili është ajo? Është sadaka. Çfarë vlerë ka sadaka? Vllazër, i kom shënuar disa pika të cilat na kryen punë neve, se shumica njerëzve kur përmendun sadakën, shumica njerëzve mendojnë se me posë rrogën e mirë, e tani ka mundësi me dhon sadakë. Ja. Sadakën në Islam ka mundësi me dhon edhe ai që s'ka asnjë këkër centi në xhepin e vet. E tash kena me ndëgju që na vyn gjatë jetës tonë, gjatë 24 orësh, na kena mundësi me arrit shpërblimet mëdha të Allahut xhel xhelalu, si ai që ka, si ai që nuk ka. E para vllazni, Allahu në ditë kiametit i ka kriju 8 dyrë xhenetit, 7 dyrë xhehenami. Nëse i pyet dikush, sa dyrë i ka xhehenami, i ka 7. Sa i ka xheneti, sa dyrë i ka 8. Pse vllazni ma shumë xheneti dyrë se xhehenami, se Allahu don
robrit e vetë ma shumë me i shtin xhenet se sa me i dënu me xhenem. Për këtë arsye, se xheneti gjithmonë simbolizon anën e rahmetit, xheneti gjithmonë simbolizon anën e mëshirës, xheneti gjithmonë e simbolizon anën e dëmshurisë, anën e harmonisë, anën e rahmetit. E Allahu ka dosh me apo me dije njerëzve, qërën e Zoti juj, krijuesi juj, ma shumë ka kriju dyrë për me ju pështu, se sa ka kriju dyrë për me ju dënu. E ju robrit e Allahut, keni kujdes, dini se keni Allahun i cili ju dëm edhe është i dhëm shumë për ju. Kjo është edhe përësia. Pra, mas për vllazni, Allahu Gjelal e kalon sadakën njëra prej dyrëve, cilat njëri ka mundësi me hinë xhenet. Është dera e sadakës. A e dini vllazni dera e xhenetit sa është e gjatë? Dera e xhenetit vllazni, veç progu i xhenetit me ka përcy, thojnë djetarët është 14 vjetë me kolin më të shpejt, me ecë pa unollë kur, veç progu i xhenetit. 14 vjetë me kolin më të shpejt, në formën më të mirë, më kone rocës më të zhvillume, që i zhvillojnë se dhe kuajt ka në rocat të ndryshme, edhe për nga shpejtësia, 14 vjetë me ka përcyvish progun e xhenetit. Allahu Azza wa Jall e ka kriju vllazën, për kanë e ka kriju? E ka kriju të dashur të mi për besimtar. E tani masanej që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po vetë me ka përcy hijen e derës xhenetit. Me ka përcy veç hijen e derës xhenetit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa 60 vjet me ecë pa unollë kur. Veç hijen e derë, po që e dera e modhe gjigante, aja ka hijen e vetë. Veç hijen e kësaj dere, 60 vjet duhet ecje. Allahu Dhul Gjelal dënë rëbë të vetë me mshiru. Për këtë arsye na duhet me ditë me kërën kemi, kujt kemi me dhonë llogari dhe para kujt kemi me dojë. Për këtë arsye kur të krysh një punë, dije se Allahu e ki zot krijues të gjithësisë. E dyta vllazni, nuk ka vepër më të mirë në fytyrë turke se sadaka. Sadaka tash kanë do pyetje dietar. Sadaka të lloj-llojshme, nuk janë një kategori. Sadaka më e mirë, kanë thonë dietar, është me i dhonë bukë njerit. Me i dhonë bukë njerit të hyrë. Ky njeri mundet më konë i zot i shtëpisë. Ky njeri mundet më konë e zoja e shtëpisë. Ky njeri mundet më konë e vladi yt. Ky njeri ka mundësi më konë musafiri yt. Ky njeri ka mundësi më konë jabanxhia që ka nxon rruga. Ky njeri mundet më konë lëps. Ky njeri mundet më konë i vobek. Ky njeri mundet më konë zynxhir. Po me i dhon bukë. Pas u ka qëllu diçka, shtrej bukë se populli jonë ka pas edhe duhet halo me ekzistu kjo vlerë me dhon bukë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka llogarit dietar. Cili është dersi i parë që ka thonë pejgamberi kur ka ardhur alayhi salam, kur ka ardhur në Medinë, ka thonë jep ju njerëzve bukë. Allahu dën prej besimtarëve me dhon bukë. Nuk ka kusht me dhon bukë ai që ka punë të mirë ekonomikisht. Duhet me dhon bukë, bukë kryp e zemër, kjo është sofra e shqiptarit, besimtarit, nuk u dën ndryshe me ka. Kthej të paktën nëse nuk dën, lutë për bukë. Se kjo pasuni, kjo vlerë e madhe, të cilin nuk guxojmë na vllazën me hub si shqiptar, si besimtar, banus trojeve, autoktone shqiptare, besimtare, në këto trema. Pika e tretë të dashurit e mi, e sadaka të dhillu nas yawmul qiyamah. Sadaka po thot, sadaka në ditë kiametit, pas ka mu shëndru vllazni në çadër. Pas ka mu shëndru në kulëm. Pas ka mu shëndru në strehë, pas ka mu shëndru në diçka që e pengon rrezën e diellit. Sa ke dhonë këtë dynjë, nëse ke dhonë një gotuj, ma dhe një gotuj nëse ke dhonë dikujna. Ma dhe nëse ke dhonë edhe një cuk buk me djarë dikuj. Ma dhe edhe nëse, ka thonë pejgamberi dhe fjolla e mirë sa do. Masani ka thonë pejgamberi Alisa, po që s'ki mundësi mi a thonë dikuj një fjollë mirë, të pak të një buzqeshje. Vetëm nëse nuk e këqyrë më rëjshëm vëllohën tënë, dije se ki sa do. Vetë pëse buzqeshësh, dhe i lotën merhaba, ose selam, ose përshëndetje, ose mirë dita, ose mirë se erte, mirë se shkute, mirë se vini, edhe me një buzqeshë, me një dashuri, atër dije se kjo është sadak, e që kjo sadaka, ditën e kiametit,
ty po me të mbrojt për rrezëve të dillit, që ka thonë pejgamberi alayhis salam, dinë dillin keni me pas sa një plon mbi kokat e juve. Do këtë dunjo, pas ka mundësi në vllazni me pas një stre në përmjet qësoj sadake prej gazepit të asoj dike. Dita, vlera e 4, është vllazni sadaka e zvogëlon kaderin. S'ka njeri këtë dunjo që nuk ka mu godit me kaderet. Kaderet janë të fshehta, caktimet. Allahut janë të fshehta. Sadaka vllazën, gjithë shka të ndodhë ty, apo e vladëve tu, apo familjes tonë, apo antarëve të familjes, dirë loj dashtën se një sadakë dykun. Baba ki një fjallë të mire ke thonë. Baba ki prej qasoj fjallës tonë dykush u gëzu. Baba ki me qatë bukë. Baba ki me qatë gotë ujit, e ka arrit kënaqësinë e Allahut, e Allahu ka dashur edhe ta ka zvoglu kaderin në familje. Ati nuk e din, sa të mira ke fitu ma sadaka. Për këtë arsye kanë thonë, sadaka e fik i rënimin e Zotit edhe në nxehtësinë e varrit. Se në ditë, natën e varrit kanë më ndesë. Edhe vllazni fitimi i varreve, nxehtësisë e varrit, zvoglohet sa ke rronti këtë dynja. Allahu dënë rëbë të vetë me i pas dërlirë, nuk dënë Allahu me i pas rëbë të vetë duar shtërngusha. Për këtë arsye i ka motivu. Jo vetëm që me i rronë, se dikush me ndonë shpesher kër e flasëm këtë fjallë, duhet pa tjetër një post punë të mirë për me dhonë. Ja. Islami, feja jonë, parimet e besimit tënë, udhëzimet e profetit tënë, na ka mësu se në gjithë rëthon të jenë në vazhdimësin sadaka. E kam për pejgamberin alayhis salam. Ka thonë cila o sadaka më e mirë që mundet njeri në këtë dynja me bo, ka thonë sadaka më e mirë që njeri në këtë dynja mundet me bo, thët ka fshotën e dukës që e o qanë familjes. Të gruja, të fëmija, të prindrit, që e sadaka më e mirë që njeri punën qatë ditës, edhe ku shkon të shtëpia, nuk i len und antar të familjes. Nuk i len më bo me ftjosh, subhanallah. Që që ka lidhë Allahu dhul gjelal të dashmit e mi të dhënëve e sadakës. Ka qenë i për djetarëve, i cili ka qenë sahabi i pejgamberit alayhis salam, i cili vllazën, i cili ka pas shumë pasuni në Mekë. Edhe ka godit një smundje e rënd të konë në Mekë. Pasuni e madhe, mirë po vllazni, Allahu si kish pas fal tjerë, veç qika, vetëm vajza. Edhe në të rëtë pejgamberi alayhis salam i qënë fjallë, jam shumë smund. Qënë i fjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon pejgamberi alayhis salam të këqenë në Mekë, ju në Medinë. Edhe armitësit e mëlla, vështirësit e mëlla kanë qenë kohën e Mekës. Nuk kanë qenë e letë. Për me bo lëvizje muslimanë atë kohë, ka qenë situata shumë e keqe. E të nësërume. Ka qenë muslimanë të përsekutume. Edhe ka shku. Kur ka shku? I ka thonë, ja Rasulullah. Ka thonë, jam shtratën e vdekjes. Shpesha njerës të rrugë i godet gripi, me lujë njerës që kjo smundje ka me vdekje. Po baba kjo Allah ka shumë mas asoj smundje edhe 50 metër. Po, ndodhën në një rast, e shëretën plëkshtie modhe, dopsie modhe në trup, thëtë funi jam ka këtu. So asë njëri i ka thonë e vlodit tëmë, ka kibla krahën e djatë, se është voktin e dekë, Allahu ka dosh, ja ka dhonë jetën e ka shtu jetën, me vite ka jetu. Të në është shambulli problem, e thëtë, dy vdekun, thëtë e rujshin një gjonë. Se, këta dy ju kon shnash, edhe të njëjtën kohë, ta kanë bo pisit me zreti që këj smuti që u shret të në shirë. Kur kena me varës, ka doshtë Allahu dytë këta në konë që konë një ndekë, u që këj smuti ka varës dytë këta. Sa Allahu është ta i cili vendosë, nuk vendosëm na. Edhe të dashët e mi të i thotë dhe kam pasuni të modhe, edhe kam bon jetë krejt këtë pasuni ty me të thotë. Me a folë muslimanve, ti me a shkep, pejgamberi alayhis salam thotë ja. Atër thotë gjysën, ju. Atër thotë një tretër, thotë e thullu këthirë. Thotë një tretër, mirë po prapë se prapë një tretër është shumë e modhe. Që që bazën të dashët, një tretër e pasunisë e fali, dashët e Allahu si a mërë shpirtin, e shëraj, e u zxat jeta e ti, ka lunë në Medinë, Allah i pasaj në Medinë i foli, pasuni, e i dha Allah u gjelal, mirë po të dashët e mi në fund, para se mundohë,
I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dije tha vllaja. Dije vllaja tha se sadaka më e madhe. Tha ja Rasulullah, tha unë du me dek. Pse tha nuk më le, tha këtë pasunin të me bo hajrat, me bo vakuf. A dhe vlasni sa vakufi është me për Kosovë, i cili njerëz e kanë vonë fise bilillah për hatër të Allahut. Sot xhamia tona që i kena, sot pasurit që i ka, bashkësia islame, pjesa dërmuese 99.99% janë vakuf, që nashta ata që i kanë vonë këto pasuni, sot e kësoj dite na nuk e dina të dashurit e mi, kush është ai i cili ka vonë për hatër të Allahut. A e dini vllazër të dashur se njeri para 100 vjetë ka folë tokën, mas 100 vjetë e marru xhamia në atë vend. Sikur se është rasti i Halim Efendis, kur e kanë mbyt Serboslav, e madje e kanë dihet historia e tij, e mas afër 100 vjetë është marru xhamia sa që është në Gjelida Tontani. E të dashurit e mi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot sadaka më e madhe që njeri thot e ban për Allah edhe ju ngjihet Allah, është ajo sadaka e cila jepet familjes. Sadaka, vllazni, kush don me i bo me në fat, më në mirë të merë të këshillë time. Kush don me i bo me në fat, të vdekurve të tyre. Është sadaka që jepet për Allahun, e ato servope me adresu të vdekurit. Nuk ka ma të vlerë edhe ma shpejt që i mërrin qaj sevop, se sa dikonin të me shliru, e ato sadaka, ato shpërblime të vdekurit tënë me ja adresu. Pastaj, vllazër të dashur, sadaka në ditë kiametit, ku më bo sebeb, që ty namazi jote që ti e falë, Allahu ty me ta vlerësu shumë fishin e soj. Se bëva ki, Allahu azza një namazun e fali 2 rekate, 2 rekate i fali, ose 4, ose 8, ose 10, ose 12, bashkë shpi numrit rekateve, Allahu ka mundësi që të namazën që të 2 rekate, mi vlerëson me 10. Po dikujt ja vlerëson me 700. Po dikujt vllaznia nuk ka numër, na nuk e dinë atë numër. E kush është sebeb që qitë sevop e shëndrën Allahu me shumë herë, e shumë zënë, djetarë ka thonë sadaka është. Që ky 50 centi, që ky 5 centi, që ti nuk ka mërmenja që a kry punë. Baba ki, që ky 5 centi, që kjo pusqeshkja jote, që kjo largimi pengesës, e besa sot jëmë bona pengesë, jëmë bona dhe qëtë e ndacak, që fatkecisht shtetit tënja pas ka ndalu me i vëra, e ta është qëtë jëmë 3 minu, e përdojnë me na i vëra fëmijët e tënë, që është ndodhi para 2 dite, që jam i bindu nuk ko të dashut e mi, njeri që ko 2 kokra i monë zemrën e ti, edhe 2 kokra mendje në trunin e ti, e që nuk është të merru prej aso që ka po. Ajo penges serios është. Edhe këtu ju bëja pe, vrit një qetë e ndacak. Halal, jo halal, po farë se keni. Me i vëra qetë e ndacak. Vaj halli për ata cilët e kanë pushtetin, e nuk i largojnë këta qetë e ndacak, e këta qenë i mysin fëmijët e tonë, na i ditë vitën e kalu dhe një plak, 80 vjetë e kanë hongër, nështë keni harru, e na i ditë ndodhë që runa sot edhe neve me na rëziku jetën tonë. Për këtë arsye, sadaka është, ka sadaka të Allahu dhe pengesën me largu. Ka sadaka që njërë merë me këto, Molla Fatmiri ju ka thonë, sadaka është me mytë qenin e ndacak. Dë me moj qenin më e në gëllid, të lidhën me singjirë, që shto e këna moj bobe babë gjyshtë. Nuk dani me mojt mëtni, sepse ata janë shejtan të mallkum, të cilët na i rrezikojnë jetën e fëmijëve tonë. Nëse fëmia jonë janë të rrezikuar, nuk guxojmë me punë shkollë, s'guxojmë u shërbim lirshëm, atëherë unë vesh një pyetje për ja bëj, për çka jetojmë na? Për çka jetojmë na? Vllazni, hajde. Nëse nuk sigurohet nderi ju, nëse nuk sigurohet shëndeti ju, nëse nuk sigurohet e armëria e fëmijëve tonë, unë e një pyetje për u bëj për çka na jetojmë. Për çka jetojmë na? Atër vllazër të dashur, ka sado, nëse e sheni guri, e sheni shishe në rrugë, e është në rrezik, vjen kerri, vjen vetura, e shkelat shishe ose atë guri, ka mundësi mu rrotullu, e ti e nol kerrin dhe e hekat pengesë për rrugë.
dije se baba kime që të vepër ti kime fitu xhenetin. Ka orë hadith vërtet, një grua e cila ka qenë e përdalne, nuk ka posë histori të mirë të moralit. E ka rok etja në një fshat të braktisën, ka zbrit bunor poshtë, të nere pusat e marru të mëllaj, jo të mbu si tash, në gjonë, ka zbrit poshtë, ka pi ujë për veti. Kur është ndrit nash, e ka po një qenë të në gurë, qenë, tash, të në gurë, kofsh. Ka thonë me postët kjo mundësi, që shka mundësi, kish zbrit poshtë, e kish pi ujë dhe kish pështu për etjes. Ka zbrit e poshtë, po as ka pos gotë, as ka pos i brek me veti, as ka pos bakal me veti, as ka pos sahan me veti, as ka pos kusi me veti, qa me po qysh me morë ujin, e me i dhone me pështu hajmonit, e ka morë e ka dof këpucën, e ka mush me uj, ta qysh mu në gjitë najë, e ka morë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këpucën me uj, e ka thot me dhëmë, edhe është në gjitë, deri najë, edhe ka dhëmë uj, qa jo po sebeb, thot pejgamberi alaihi wasallam, për 7 pol qive, Allahu ka thonë fë shekër Allahu leha. Allahu në gjennet e ka që me qatë vejtër. Nuk e dinte. E sot lozën të doshur, të rëzikohet jeta jo, për këtyre qenëve në të cakë. Kjo është pa përgjëtësi totale, që kena më përgjëtësi, para Allahu, ditë kiametin ai fëmijë që është kom për fyti 30 herë. Ti që të ndore në zemër, ti shkon djali, ti shkon fëmija yë. Qështë e këshim di vetër? A në ditë kiametin ka marrë me të ka për gjybe ty. E për setre, për dore, edhe keni me shku para Allahut, pse më kenon, qëtë më më hongër mu. Omeri radiallahu anhu, ka thome se në skaj dyjes, është shteti jem, është veni jem, është administrimi jem, edhe një gomorë, ma dje ka thome. Marja Mikoli, në universitetet e ka thome një deve, e thënë gomën, kam frikë sa Allahu, këmë më bo për ngjes, në ditë kiametit me i në gjennet. Pse? Se unë jam u esi ju, kom unë vetë Allah, se kom shtru uvën, që njerës të mos përsu, edhe si pasoj e soj një thyrë kom, ose me humbë edhe me rëziku shëndetin. Andaj të rinë përqëtësi të cilat, kemi me dhonë përqëtësi për Allahut, të barëke, vë ta'ala, ati kom shumë farë, të ka po kurva në pasa ma shumë ko, zote të më smirti, ja Rabbi Allahu në uzuf, ja Rabbi Allahu, dhul gjelal imanin ashtu, edhe mos harani, qëtë enda caku të shenit mushit me lytë mëtni, hitë, po thëjnë në gjynat, har gjynohi, halal, farë, se vope kini, në mërë të Allahut, gjelle gjelani hu, se neve tash në kryjen të munu me na rezervu një dashurin ndaj hajvonave. Dashurin ndaj hajvonave është, mos mi po zullum, shka ho pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos me morë me lidhë dhe mos me do me hongore me pi, e nëse të cufë, po të sebeb me hinë gjenem, për ndryshe, ata cilë që e ndacak, bortis mundit të rëzikshme për shëndetit, bortis mundje vdekje prujë, se ku ta tijune, atër shteti duhet më organizu edhe nivel qëndror, po edhe nivel lokal. Mas i këta s'po dojnë, atër nga duhet më kështu fëmine tënë, s'kina qare. Ja, ta shë zëtën e madhu, mos më po, shkas kjo pun, që runa zot më na traumatizu, fëmijët e tonë, e cila është pasuria më e madhe që kanë shqiptarët. Edhe ashtu, fatkeqësisht nuk jemi shumë kujdes, shumë e rujt, shtimin e madh natyror dhe natalitetit që duhet, edhe që ta që kemi tonë ka 2-3, runa zot më na e hongër qëtë, më që po jesëm na. Dhe ku po jesëm na? Kjo shumë realitet, kjo shumë e vërtet është, prandaj duhet me borë këtë përgjësi. Plus të doshë të mitë njëtë në ko, rinia joni ka po ka 30 vjetë, ka 35 vjetë, besa disohet se ka njëtë asë më martu, asë më menu me po smi, atër vazni, dal nga dal Kosova po shëndrohet një gjenerat pleqësh, të cilët vazët të dashur nuk ka me mujt me pleq, nuk morë vazni shteti, edhe me njerës të dirë, ku që e këna njështën, të i marru puste, lapidor, ka 4-5 metra, e të e nëzullë të kënë të më të mirë të mund shpe që i kena, kejtë dyjene ka morë mjekma, kejtë dyjene e merë vërshimi, e merë ujë, e merë tërmeti, e bure ka 2-3 metra, mashallah, tënë të mirat Allah në i ka qu, e na mos më konë interesu me këqyrë këtë vend, o drë Allahu me në rrëk shuplok, që këtë në rrëk shuplok, pasha Allahu i s'ko kush që në delë në dim, e baba kja s'më kinë, s'mu në munë. Allahu e din gjellë gjelani. Falenderi shumë vërmendje, që që faqe barë, por ju duhet t'i keni parasysh këto gjama. Sot e të më smirti, po pas se me përfundu të dashur të mi, e kemi takvimin, i cilë është arë, kjo është takvim i vitit 2015, kush është interesu me marë, janë ata djemë të një stofi teknik,
kushton 3 euro, është edhe një version tjetër 1 euro, sido që tjetë vllazën të dashur, ai që ka mundësi. Le ta merr sepse shumica ju që jeni këtu, kontaktet e para të popullit tonë fetar me xhami edhe me namaz është takvimi. Leshtë tonë gjithmonë takvimin e kanë marrë. Edhe unë që ky hoxh, që imam jam i kësaj xhamie dhe ju kontakti jemi parë me islam është takvimin të cilin e ka bërë oni hoxhi jemi, oni babi jemi, o dikush anëtar familjes tënë, e ti e vënan atje në salon, apo në vitrin, apo në raft atje, nashta, kur kush anëtar familjes tënë nuk e lexon, vjen i musafir, desat e bën bukën, apo desat e bën çajin, a desat e marrën kofën, e merr e lexon, bëhet se për çaj lexim, e kthehet në islam, e çaj sebeb ty Allahu që dera në dvorë, e nuk e din ka të vjen e mira e ati uzimi që ti e poseta. Allah i dhe më smirti, qofë të faqe borë, shtëna du të me logarit, nëse nuk e logaritëm Kosovë, shtetin tënë, si shpinë tënë, atër dine bazën të dashën, së ne paskullot dur, e Zotin në boftë qare janë. Zotin e boftë hajrë, në një telefonat për cëllën me vëmendje ligjerimin e hyrëbës, ndëgjimin e zomit, edhe të njëjtën kohë më në pohëllat e qofë që faqe borë, ja Rabbil Alamin, dynja edhe në akhirë.